Sindroma e Stockholmit në Shqipëri, 11 maj 2025. Shqiptarët vuajnë prej kohësh nga një sëmundje kolektive, sindroma e Stockholmit. Dashurohen marrëzisht me shtypësit e tyre dhe i adhurojnë si shpëtimtar. Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha dhe gjithë shokët e tyre kanë ndërtuar një sistem ku kriza është normalitet dhe mashtrimi një art i përditshëm. Por tragjedia më e madhe është se më 11 maj 2025, shqiptarët zgjodhen sërish të dashurojnë burgun e tyre. Nuk është më çështje liderësh, por një shoqëri që refuzon të zgjohet. Të dashur shqiptar, mjerimi juaj nuk është vetëm pasojë e qeverisjes së keqe, është edhe produkt i heshtjes dhe nënshtrimit tuaj. Keni zgjedhur të vuani, sepse nuk dini, apo nuk doni, të ndryshoni. Ndërsa ju përkëdhelni idhujt tuaj politik, rinjia largohet. Largohet për të jetuar, për të marrë frymë, për të mos u bërë sklever të së njëjtës maskaradë që ju e pranoni çdo ditë me përulje. Ndryshimi nuk vjen me vota që riciklojnë të njëjtët, por me ndërgjegje që rebelohen. Dhe derisa kjo të ndodhë, Shqipëria do të vazhdojë të dashurojë xhelatët e vet.